Përshëndetje dhe mirë se vini në serinë e re të shtunave me Anxhelën. Sot do të ndajmë një recetë shumë të bukur dhe të shijshme, duke qenë se po na vjen dhe festa e Pashkëve, do të përgatisim çurek. Çureku është një recetë tradicionale e greke e cila përgatitet për këtë periudhë, për periudhën e festës së Pashkëve. Unë kam bërë gati të gjithë përbërësit dhe do t'ju lë recetën këtu anash që të shikoni të gjithë përbërësit dhe të gjitha gramaturat. Gramaturat që unë po ju lë janë vetëm për një çurek, sepse unë dua të bëj vetëm një. Ju nëse doni të bëni më shumë, mund t'i rrisni gramaturat dhe të bëni 2 deri në 3 çurek sa ju të dëshironi. Në fakt më kishte munguar shumë të xhiroja seritë e gatimit, duke qenë se ne bëjmë vlogje të përditshme, aty unë tregoj receta të ndryshme, por këto janë diçka tjetër, janë vetëm për gatim, gjëja që mua më pëlqen më shumë të bëj dhe mezi prisje që t'i nisja përsëri. Besoj se këtë radhë kam bërë pak më bukur ambientin, është njëjti ambient, por kam menduar ta sistemoj pak më bukur dhe ta dekoroj me lule, me gjëra të bukura. Kemi dhe mjetin ton të ri që është mikseri. Ju këtë recetë mund ta bëni dhe me dorë, me të vetmi ndryshim që gjalpin ta keni të shkrirë dhe në temperaturë ambienti, jo të nxehtë, ose mund të përdorni mikserin dhe gjalpin ta hedhni në temperaturë ambienti, siç është, të jetë i butë dhe jo i ftohtë. Tani vazhdojmë pa humbur kohë. Do të na duhet një tas prej xhami, sepse do bëjmë një herë përzierjen e përbërësve të lëngshëm dhe më pas do t'i shtojmë tek mikseri jon. Para se të fillojmë me përzierjen e përbërësve të lëngshëm, dua t'ju tregoj këtë brumin këtu. Ky është brumi i parë që unë kam përgatitur para 25 minutash, përpara se ne të fillojmë me përgatitjen e gjithë recetës. Këtu kam shtuar 50 gram miell, 75 mg ujë, kam shtuar 25 gram maja të thatë dhe një lugë sheqer. Ky është brumi i parë që do na duhet për recetën finale. E kam lënë më shumë se 25 minuta, sepse derisa u bëra gati dhe të gjitha këto, por nuk ka asnjë lloj problemi. Kështu duket brumi, ka ardhur i gjithi dhe do ta shtojmë për pak tek ky tasi këtu. Në fillim, në këtë tasin këtu, do të shtojmë ujin. Kemi 75 ml ujë. Do të shtojmë këtu, në fakt, kam sheqer i pluhur, kam mastika, maklepi dhe pakri. Atëherë, mastika dhe maklepi janë 2 lloj përbërësish kryesorët, mendoj unë, për çurekun, sepse ato i japin atë shijen që duhet. Nuk e di për vajzat që jetojnë këtu në Finland nëse mund ta gjej, por për ato vajzat që jetojnë në Shqipëri dhe në Greqi është shumë e lehtë për ta gjetur. Do shtojmë këto përbërësit. Do shtojmë gjithashtu edhe gjysmë e sheqerit, kemi 140 gram sheqer. Më lejoni të marr pak një gjë për ta. Këtu do të shtojmë edhe lëkurën e një portokalli. Kam këtë grirësen e vogël, për një gjë që ta keni portollaj. Dhe portokalli është një përbërës i cili jep shumë shije ëmbëlsirave, sidomos çurekut, është si tipi panetones, që ka atë shijen e portokallit dhe bën të veçantë. Parë që kemi përgatitur, i cili ka këtë trajtë këtu. Duhet jetë i ftohtë. I përzjejmë mirë. Do të shtojmë edhe një kokër vezë. Vezët janë në masinë mesatare, 53 gram. Ka një super habi i radhës është që tek mikseri do të shtojmë këtë masën që kemi krijuar deri tani. Do të shtojmë gjysmën e miellit.
Dhe do fillojmë që ta rani. Tani do të shtojmë pjesën e mbetur të miellit. Edhe gjysmën e sheqerit. Pas disa minutash që brumin e kemi rahur tek mikseri, është momenti që ta punojmë pak tek tavolina me shumë pak fare miell. Mielli, brumi do me thënë, ka krijuar këtë lloj trajte, do t'jetë pak i butë, jo shumë i fortë. Ta mbledhim pak. Dhe do ta vëmë në një enë tjetër, jo te ky i mikserit, dhe do ta lëmë për rreth 1 orë e gjysmë, që brumi të na vijë, ose 2 orë, sa më shumë, aq më mirë. Atëherë kanë kaluar rreth 1 orë e gjysmë që nga momenti që brumin e kemi zënë edhe e kam mbajtur në një ambient të ngrohtë. Unë vendosa që ta fus tek fura dhe kjo është gjendja e brumit. E kemi gati për të krijuar çurekun ton. Ja. Kjo është konsistenca. Tani, përpara se ne të krijojmë çurekun, duhet ta hedhim mbi tavolinë, mbi banak, kudo që ju e keni. Dhe nëse brumi ngjit pak, mund të shtoni pak miell tek tavolina dhe të krijojmë çurekun. Atëherë, do e punojmë vetëm pak, në mënyrë që mos na ngjisi në përduar. Dhe do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Ja. 2 edhe 4 jemi këtu. Tani kjo më gjen pak si më e vogël, por nuk ka problem. Do të lëmë këtu më njanë. Dhe do krijojmë 4 shirita të gjatë. Do i hapim në këtë gjatësi dhe i vendosim me radhë. Hedhim pak fare miell që mos na ngjiten. Ndërkohë që hapim dhe pjesën e fundit të çorekut, ndezim furën. Jo. Ndërkohë që i kemi hapur të 4 pjesët, do formojmë gërshetin. Unë kështu e quaj gërshet. Gërshet në 4 pjesë. Apo kur i stesh, diçka e tillë. Dhe fillojmë ta krijojmë. Tani shpresoj që ta bëj ashtu siç duhet. Dhe vazhdojmë krijojmë. Shkoni që e bëra gabim. Aromën e ka shumë të mirë, ndjehet shumë ato erëzat që unë i shtova, portokalle, që të gjitha.
duaj që këtu sipër të më rrinë tamam si gërshet. Mund ta vendosni përsi gjati që ta nxej dhe do marrim një të verdh dheze, pak qumësht, do i përsim së bashku dhe me anë të furçës së gëtimit do të verdh dheze me pak qumësht, do ta përziejmë mirë me anë të një furçe, do ta lyejmë nga sipër dhe nga sipër mund të shtoni gjithashtu bajame të thërmuara ose flet bajame. Unë pash dje në supermarket, por nuk gjeta dhe bajamet që kam i kam prer holl, ajsa ç'mund t'i prija dhe do t'ja shtoj nga sipër. Por nëse doni që mos t'i shtoni bajame, mund t'i shtoni fara susami. Por kjo bukuri në fakt e ka me bajame. Unë këtë lloj recete e kam bërë dhe një herë tjetër, por nuk më ka dalë ashtu siç duhet. Mbase edhe fakti që nuk gjeta mielin e duhur, kam haruar t'ju them dhe një gjë tjetër. Kjo lloj recete do mielin e përshtatshëm, siç është Manitoba ose në Greqi mund t'i gjeni mielin për çurek. Edhe është miell posaçërisht që lexon miell për çureki. Unë këtu e gjeta edhe e përgatita me mielin Manitoba që përdoret edhe për panetone. Dhe mbaj mend kur kam bërë për herë të parë panetone në Shqipëri, ku nuk kam kërkuar për të gjetur mielin Manitoba dhe nuk e kam gjetur në asnjë vend, e kam provuar me miell normalisht që ne kemi në supermarkete aty dhe nuk më ka dalë. Sigurisht që s'ka dalë sepse çdo gjë do atë të sajën. Kjo lloj recete në fakt çureku mua më kujton fëmijërinë time, sepse siç e dini unë jam rritur në Greqi, edhe familjarët e mi, fisi, shumë njerëz të tjerë jetojnë aty, edhe kur më pas jetova në Tiranë, gjithmonë na sillnin çurek, edhe mami më dërgonte gjithmonë çurek dhe është e preferuara ime. Është në fakt një ëmbëlsirë mund të quhet, futet tek bukët, që nuk ka shumë sheqer, edhe që mund ta hani në mëngjes, mbas ditëve me një finxhan qumësht ose çaj. Unë zakonisht e shoqëroj me qumësht në mëngjes dhe e lyej me Nutella. Tani e di që s'na bën mirë Nutella, por unë nuk është se e konsumoj shumë, por në këtë rast me çurekun sigurisht që do ta shoqëroj me Nutella dhe mezi pres ta provoj dhe nesër ta ham me Nutella. Ta lëm 15 deri në 30 minuta jashtë, domethënë siç e kemi, që të vi akoma edhe më shumë të qetësohet dhe do ta pjekim në 170 gradë për 50 deri në 60 minuta. Pra do një temperaturë jo shumë të lartë, në mënyrë që ajo të marrë atë fryrjen e duhur dhe të na ngelet nga brenda fije ashtu siç duhet çureku. Shpresoj që të na dalin. Le të kryqëzojmë gishtat dhe të shpresojmë që çureku të na dalin ashtu siç duhet. Kjo është receta. Ruajeni dhe besoj se do ju dalin shumë e mirë. Tani të ndesim furrën. Dhe çoreku është gati. Unë ju thash që do rreth 50 minuta të bëhet, por kjo varet edhe nga fura që ju keni. Kështu që unë e pash, e provova edhe me thik dhe çorekun e kemi gati. Tani kam këtë gjën, hapim furrën edhe ta nxjerrim. Nuk e di, ka dalë një çorek gjigant. Duhet ta kisha ndarë në 2 pjesë mendoj, sepse ka dalë shumë e madhe. Shikoni pak. Ta vendos këtu. Në fakt, ta vendos mbi këtë. Shpresoj të mos dhe një budallik me tavolinë. Sepse po e dogjë. Ka dalë shumë e butë dhe në momentin që është gati i pjekur, nuk do
ta lëm fare në furrë me furrën e fikur, por duhet ta nxjerrim dhe ta vendosim mbi këtë telin këtu. Nëse s'keni një tel të tillë, mund të merrni telin e furrës dhe mund ta vendosni sipër saj. Tani, kjo është super e nxehtë, nuk e di se si do ta kap, por nuk është se dukej shumë brunë. Në final, do shikojmë pak se si na ka dalë çoreku. Pasi e lash 10 minuta përbys mbi tel që të kulloj, i hodha këtë pecetën në mënyrë që mos të forcohet nga ajri i dhomës, edhe të na jetë i butë. Tani unë nuk do e ndaj fare me thik, por do e ndaj me dorë direkt. Ka dalë pak forma kështu, më është prishur pak brosheti, por nuk ka problem. Shikoni pak se sa i butë që ka dalë dhe është i gjithi fije, tamam ashtu siç duhet të jetë çoreku. Shikoni pak të copën që është këputa. Nuk e di. Super pëlqen rezultati. Do doja që forma tim kishte dalë pak më e bukur, por nuk ka problem. Mjafton që shija është super e mirë. Por ta provojmë një herë. Kemi ardhur në fund të kësaj videoje, të kësaj serie me receta. Kjo ishte receta e parë që unë kisha menduar për ju, duke qenë se kemi dhe festën e Pashkëve nesër, edhe javën tjetër janë Pashkët ortodokse, dhe si fillim dua dhe t'ju uroj një herë gëzuar Pashkën, gëzofshi sa më shumë me familjen tuaja dhe ja kalofshi sa më bukur. Kjo ishte receta që unë kisha menduar për ju sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe bashkë të shihemi në serin tjetër të recetave të shtunave me Anxhelën. Pafshim!